Protestuesit në Iran sfiduan një goditje vdekjepruse të qeverisë të shtunë në mbrëmje duke dalë në rrugë pavarësisht raportimeve që sugjeronin se qindra njerëz janë vrarë ose plagosur nga forcat e sigurisë në 3 ditët e fundit. Prokurori i përgjithshëm i vendit, Muhammad Muavedi Hazat, tha se kushdo që proteston do të konsiderohet armik i Zotit, një vepër penale që mbar dënimin me vdekje. Qindra protestues besoi se janë arrestuar që kur filluan demonstratat më shumë se 2 javë më parë. Protestat u nxitën nga inflacioni në rritje dhe janë përhapur në më shumë se 100 qytete dhe qytetëza në çdo provincë të Iranit. Tani protestuesit po bëjnë thirrje për t'i dhënë fund sundimit klerik të udhëheqësit suprem të Iranit, Ali Khamenei. Khamenei ka cilësuar demonstruesit si një grup vandalësh që kërkojnë të kënaqin presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Qeveria iraniane ka vendosur mbylljen e internetit në përpjekje për të ndalur protestat. Infrastruktura e të dhënave të Iranit kontrollohet rreptësisht nga shteti dhe autoritetet e sigurisë. Gjatë viteve të fundit qeveria e ka kufizuar në mënyrë progresive aksesin në internetin global. Megjithatë, gjatë protestave aktuale, autoritetet për herë të parë jo vetëm që kanë mbyllur aksesin në internetin në mbar botën, por dhe kufizuar rënd përdorimin brenda vendit. Të shtunën Trump ka shkruar në rrjetet sociale se Irani po e sheh lirin, ndoshta si kur më parë. SBA-ja është e gatshme të ndihmoj. Ai nuk dhau si por mediat amerikane raportuan se Trump ishte informuar mbi opsionet për sulme ushtarake në vend. New York Times dhe Wall Street Journal raportuan se takimet informuese ishin zhvilluar me Journal që i përshkruante ato si diskutime paraprake. Vitin e kaluar SBA-ja kryeu sulme ajrore ndaj objekteve bërthamore iraniane. Senatori amerikan Lindsey Graham postoi disa herë në mbështetje të protestave në mediat sociale, duke shkruar: "Për popullin iranian, makthi juaj gjatë po mbaron së shpejti. Trimëria dhe vendosmëria e tyre për t'i dhënë fund shtypjes suaj ishte vënë re nga presidenti amerikan", tha ai. "Ndihma është duke ardhur", shtoi ai në të njëjtën postim. Më para i tha udhëheqjes së regjimit: "Brutaliteti tuaj kundër popullit të madh të Iranit nuk do të mbetet pa u kundërshtuar".